Kopimi I programit Partisë Demokratike nga Edi Rama erdhi pas rënjes dramatike të sondazhe, të pikëve të tij në sondazhe, mbasi shqiptarët I përcollën me neveri programin e tij për Zhapi, Hardhuc, Zhaba dhe Thithilopa, e përcollën me neveri keqpërdorimin e Bravs për të hutuar shqiptarët dhe konstatoi se shqiptarët janë të interesuar, jetësisht të interesuar për pensionet, për rrogat, për luftën kundër korrupsionit, pra për mirëqenien e tyre. Ajo çka mund të them shqiptarëve se në historinë e premtimeve Edi Rama ka vetëm një rekord: mashtrim, mashtrim, mashtrim. Dhe kur të gënjen një herë, çdo njeri mund të gënjehet. Nuk do thot gjë. Kur gënjen 2 herë, ke gënjue veten. Po gënjeve për të 3-ën herë, është e tmerrshme. Është një lloj si të besosh gënjeshtrat të tua. Ai që gënjehet 3 herë, ai I lejon vetes të besoj gënjeshtrat e veta. Atëherë nuk ka më faj Edi Rama. As me 2-ën, as me 3-ën. Pse e them këtë? Nuk e them këtë vetëm me 62 premtimet e tij të pambajtura asnjë prej tyre, 300.000 vende pune, heqje të VSH-s për ushqimet, legalizimet, sikur edhe në veri të ngrihej nga varri, thot, nuk do mund të na pengoj legalizimet pa prishje dhe asnjëherë. Uljen e çmimit të energjisë elektrike që rriti nga 77 në 95, zgjidhjen personalisht, se do merrej personalisht me 2 gjëra, me legalizimet dhe ujin e pishëm. Pra shqiptarët në memorien e tyre nuk gjejnë dot asnjë premtim të mbajtur nga Edi Rama. Vetëm mashtrim, mashtrim, mashtrim. Vim tek premtimit e fundit. Para 15 muajsh, personalisht tani, kam dërguar në parlament ligjin për minimumin jetik. Kam dërguar në parlament ligjin për minimumin jetik. Me qëllim që ky ligj të miratojë dhe të mos mirë të karakter politik, unë përzgjodha minimumin jetik të përllogaritur nga avokati I popullit me ndihmën e organizatës botërore të punës, ILOS. Pra ishte plotësisht kredibel se nuk kishte abuzim politik në përllogaritin e tij. Pavarësisht se ai sot ka ministra që thonë se në Shqipëri jetohet mirë me 140 euro. Imagjinoni jam thonë. Por ata e mbajtën ligjin dhe betej pas beteje Edi Rama e hodhi poshtë dhe nuk pranoi kurrë ta votonte. Çfarë sillte ligji I minimumit jetik? Ligji I minimumit jetik sillte midis tjerash, në mënyrë automatike pensioni minimal 200 euro. Sepse nuk mund të kishte pas vendosjes minimumit jetik asnjë shqiptar që merrte në dën 200 euro. Sot ka pensione të plota minimale në fshat 120 euro. Sot pensionet
57% e gjithë pensioneve në Shqipëri janë të pjesshme dhe jo të plota. Kështu që vendosja e minimumit jetik ishte dhe megjithatë, në qoftë se Edi Rama do të provojë se nuk është një rrenc 2 metra, le të vi ta votojmë nesër në parlament, ta thrasim parlamentin, ta votojmë ligjin. Ja, të vi nesër. Grupi ynë parlamentar do të lënë, deputet tanë do të lënë çdo gjë, edhe do vinë në parlament ta votojnë ligjin. Por nuk ka më keq se tallësh të mashtrosh njerëzit në nevojë. Edi Rama kishte 8 miliard euro në tavolin. 8 miliard euro në tavolin e kryeministrit. Dhe la për pensionistët 16 milion euro. Ndaj, të përdorësh për qëllime politike vuajtjet, dhimbjet që u krijon me varfëri të tjerëve, rrezikon të marrësh ndëshkime shumë të rënda. Pra e bëri krejtësisht për të shpëtuar nga pikë që po i fundosen, sepse mendoj se do i mashtrojë shqiptarët. Luli kështu, luli ashtu, ky zhabat, bërtkocat, këto, ato, kurse veta ai. Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, lidhet me sektorin e